Kamal, se po përmendim dhe titullin, emrin, përmendëm edhe të gjithë që kanë kontribuar tek ideja, por më saktësisht cila është ideja? Çfarë është ideja faktikisht? Ne përderisa kemi mbritur te ideja përfundimtare, kemi lodhur mendje me plot të tjera. Pse kjo na u duk më e mira prej të gjithëve, ka qenë arsyeja se neve na u duk që kjo është i përshtat të gjitha kriteret e idesë. Pra, duhet të jetë një problem që biznesi jonë e zgjidh. Veçanërisht kjo është një platformë apo një aplikacion që zgjidh një problem që është aktual i çdo ditëshëm në vendin tonë. Pra parkingo. Edhe u bazum më saktësisht te vendi jonë. Në Shkup e pastaj aty te ajo qëndrueshmëria kemi treguar që dëshirojmë ne, synojmë që ta zgjerojmë atë për në tërë Maqedoninë. Pra, aplikacioni apo platforma jonë është një platformë online që tregon personave të cilat e downloadojnë se si të gjejnë parking të lirë, po edhe më lehtë se ta gjejnë, do të thotë udhën ku ka mas pak trafik. Kështu. Pra, ideja të ty më poshtë e kemi zgjeruar se këtë do të arrijmë nëpërmjet senzorave që do të vendosim, do të bëjmë pastaj edhe disa partneri me biznes apo lokale apo ndonjë kompani që ka parkingun e vet, që nëse bleni diçka prej aty shtëpiase shqiptare, atëherë keni lidhje me parkingun, këto janë detaje tjera që kemi më poshtë.